Qeveria në detyr ka miratuar të premtën projekt buxhetin për vitin 2026 që ka vlerën prej rreth 4 miliardë euro. Në këtë projekt buxhet janë parapar disa vendime, siç është paga e 13, e rritjes së pagës minimale, rritja e pensioneve dhe rritja e shtesave për fëmijë. Pas këtyre vendimeve pati edhe një konferencë për media ku dolën bashkë kryeministri në detyr dhe ministri financave Hekuran Murati, por për gjitha këto do të flasim bashkë në studio. Me mua është Gjevdet Smakiqi, avokat. Mirë se vini. Mirë se gjatë. Përmes një lidhje direkte do ta kemi edhe profesorin Nejmedin Spahio. Zotri Smakiqi, si pat këto vendimet të qeverisë? Po, gjithsesi që qeveri nuk kemi, pra me gjykimin e Gjykatës Supreme, në rastin e Hekuran Muratit, Gjykata Supreme ka konstatuar dhe ka vërtetuar se një deputet apo një minister i cili është zgjedhur dhe deputet nuk ka të drejtën në nënshkruaj as akte nënligjore, pra udhëzimin administrativ për arkat fiskale, dhe kjo ka vërtetuar që të gjithë ministrat dhe kryeministrit që janë zgjedhur deputet janë në konflikt të hapur të drejt për drejt të interesit dhe nuk mund të marrin vendime si që është nxjerrja akteve nënligjore, e aq më tepër është për shembull dhe është arbitraritet apo kundërligjshmëri dhe kundërkushtetueshmëri. Pra Albin Kurti si deputet nuk ka kompetenca të kryeministrit dhe Hekuran Murati si deputet nuk kanë kompetenca të ministrit për të propozuar një ligj për buxhetin. Prandaj, kur nuk mund ta nënshkruash një udhëzim administrativ që është derivat i ligjit, nuk mundesh kurrëse ta propozosh dhe një ligj, një kuvendi i cili nuk e ka zgjedhur ende një qeveri. Pra një legjislaturë e cila akoma nuk e ka zgjedhur qeverinë e saj, siç e përcakton Kushtetuta e Kosovës, e shoh si taktikë dhe politike përveç shkelje kushtetuse, dhe besoj që me njëherë opozita ose partit politike ose deputet të ndërgjegjshëm brenda Kuvendit të Kosovës duhet të adresojnë këtë kërkesë në ndoshta edhe prokurisë speciale, sepse konsideroj që një deputet që ushtron pozitën kundërligjshëm të kryeministrit dhe ministrit bën veprën penale nga ligji 414 keq përdorimi i autoritetit zyrtar. Prandaj të gjitha të tjerat janë politike për të përfituar vota për zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat po vinë. Po. Zotri Spahio, mirë se vini në Kosova Live. Pyetja një shkon edhe për ju, si i pat këto vendime të qeverisë? Po, është tani kohë fushate, është balotazhi, është zgjedhje të jashtëzakonshme, kështu që janë në vazhdën e kësaj fushate. Është një veprim politik ky? Që është veprim i qeverisë, është veprim politik. Po, e kam fjalën, mendoni që nuk ishte me të vërtetë? Qeveria është për me bo politik, jo me ruj delet. Po, por besoj që më kuptuat, pyetja ishte më shumë se apo shfrytëzohen këto vendime për të bërë fushat pikërisht për lëvizjen vetëvendosje pak para zgjedhjeve. Po e thash atë, që pikërisht për atë mirë, po në fakt me këtë... Se s'po e dëgjojmë këtu në studio, zotrin Spahio. E thash këtë, pikërisht për këtë... Jo, s'po e dëgjojmë, s'kemi zë në studio. Unë po flasë, nuk e di apo më dëgjoni jo, apo jo. Apo më dëgjon tani? Po, zotri Spahio, po vazhdojmë vetëm pak me zotrin Smakiqi, derisa të rregullojmë këtë problem të vogël teknik, sepse nuk po ju dëgjojmë në studio. Pra, zotri Smakiqi, nga shumë reagime u tha pra që kjo është një fushat e lëvizjes vetëvendosje. Në anën tjetër, në konferencën e organizuar pikërisht nga qeveria, në pyetjen e gazetarëve, sepse u morën këto vendime, zotri Kurti tha se nuk i dihet nëse do të jenë në qeverinë e ardhshme, dhe ky ishte edhe arsyetimi i tyre për këto vendime, themi kështu pak të shpejta dhe për një hershme. Po, pikërisht, pra, këta duke sjell Kosovën në një situatë jo kushtetuese, pra, kur kemi shumë pikë pyetje, për shembull, ekziston prap një kërkesë në gjykatën kushtetuese se është konstituar kuvendi me zgjedhjen e Rashiqit nën kryetar, apo nuk është konstituar për bindjen time juridike, nuk është konstituar, dhe besoj që gjykata kushtetuese do të nxjerrë një akt gjykim për ta rikthyer seancën konstituive ose për ta shpollur jo kushtetuese zgjedhjen e Rashiqit. Pra kemi një mandatar të cilin në mënyrë me nëjën kundërkushtetuese e ka dekretuar presidenti Osmani dhe e provoi në ditën e 15 afatit, siç e përcakton kushtetuta, për të bërë kryeministër dhe e prezantoi
si që po ministrat e rinjë, nuk arritit i marrë 61 vota, mori 56 vota. Prandaj gjithë kjo situatë është kriju besoj unë shumë që Albin Kurti, sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje, ta instrumentalizojë të gjitha asetet e shtetit, përfshirë buxhetin, për të rritur pensionet, për të rritur pagën minimale, dhe ju e keni parë një deklarim të Zotit Murati para 3 vjeta apo 2 vjetë fliste se nuk mund të jetë kurse si paga minimale 500 euro, duke e kundërshtuar ndërkohë tash për efekte elektorale dje e propozuan. Pra, të gjithat janë shtetërshme, janë pa etikë politike dhe opozita, krahësi kësaj situate, është një situatë jashtëzakonisht e pafavorshme, sepse opozita nuk ka instrumenta të buxhetit për të njohur qytetarët me rritjen e pensioneve. Pra, të gjitha janë forca sa për të përfituar vota dhe nuk janë në interes të qytetarëve, sepse në anën tjetër e kemi mafijen energjetike e cila në vazhdimsi e ka shtrejtuar rrymen dhe qytetarëve u është varfruar xhepi, u është varfruar jeta, ndërkohë këtë e keni të rrit në 1% të pensione, kur jeta juaj është bërë të merë për sa i përket shtretimit të rrymes dhe shportes apo produkteve jetike bujore. Zoti Sfahiu, tash besoj jemi në rregull, po na dëgjon? Po, i kërkojmë shumë falje Zotë Sfahiu, sepse kemi një problem teknik dhe fatkeqësisht kjo lidhje nuk po mund të realizohet për momentin, por shpresoj shumë që do ta rregullojmë. Zoti Smakiqi, ndërkohë po ndalemi pak pikërisht tek vendimet. Pra planifikohet që buxheti për vitin 2026 të rritet në 4 miliard euro. Po, këto e ka rritë më shumë të inflacioni, pra. Inflacioni që ka ndodhur 4-5 vitet e fundit dhe mungesa e investimeve kapitale, pra tash e pas ka qitë 1 miliard, por ju e keni parë që kanë dështu të gjitha autostradat që lidhin qytetet e mëdha të Kosovës në 4-5 vitet e fundit. Janë sulmuar dhe janë dëmtuar shumë bizneset për sa i përket edhe sektorit të energjisë. Dhe gjithashtu kjo shuma e madhe që duket 4 miliard, ma shumë i bie që thosh që thot populli mrizojnë, apo sikur një person i cili ka shumë para dhe i mban në një jastëk dhe nuk investon dhe nuk zhvillohet për jetën e vet. Njëjtë kemi edhe në buxhetin e Kosovës 4 miliard, të cilat janë ma shumë suficit. 4-5 vitet e fundit ka 700-800 milion në çdo vit dhe janë të grumbulluara, ndërkohë që edhe për kundër kësaj shumët madhe që duket, qytetarët e Kosovës kur nuk ka qenë ma të varfër, këtë e keni të vendosni këse shumat të mëdha të buxhetit, kur qytetarë janë shumë i varfër dhe ekonomia e Kosovës është pothuajse para kollapsit dhe shumë investitorë të huaj fare nuk vinë me investu në Kosovë, ndërkohë që shumë dërmarrës të Kosovës detyrohen të shkojnë në Maqedoni dhe në Shqipëri. Sa i përket pagës minimale, nga 350 euro, pra paga minimale tashmë do të jetë 500 euro. Po, e para punës se kemi thonë ke ritheksuajmë se për ta rritur pagën minimale apo për ta stabilizuar pagën minimale, që është një minimumi jetik i punëtorit në sektorin privat, por edhe në publik, duhet të kemi Këshillin Ekonomik Social, të cilin kur nuk e ka themeluar kjo qeveri. Dhe kur nuk ka pasur një koordinim ndërmjet sindikatave, udave të biznesit dhe qeverisë. Por qeveria në mënyrë të njëanshme dhe arbitrare, duke mos e trajtuar me aktere tjerë të sektorit, pra e ka rritur në 350 euro dhe kjo rritje prapë nënkupton që nuk kemi një analizë dhe një, si me thonë, një arsyetim të dakorduar ndërmjet bizneseve të sektorin privat, sindikatave të punëtorëve dhe Ministrisë e Punës dhe Mëshirjes Sociale apo qeverisë. Po thua është një vendim më shumë i njëanshëm. Sepse kjo do t'i dëmtojë bizneset, sepse nuk janë ndoshta të gatshme bizneset që ta bëjnë pagën minimale në mënyrë automatike 500 euro, sepse duhet parë edhe situatën e tyre afariste të cilën e kanë në këtë situatë. Po, zotëri Sfahiu? Apo më dëgjon tani? Po, dëgjoj shumë mirë tash. Pavarësisht se a mund të hyjë fuqi ligjërisht apo jo këto vendime, po mendoj kjo qeveria dhe ose partia që është në këtë qeveri merr obligime, sepse nesër pas nesër nëse do të jetë një qeveri tamam, atëherë ai ka mojt në ashtu obligime? O nuk ndërhyra unë e ty, nuk ndërhyra unë e ty. Tani unë jem në lidhje tu edhe
kur po flet ti unë veç po dëgjoj që po bazhurëm se s'po dëgjoj që po thu. Që po flas, si të ngune muzikë. Po nuk po dëgjohet për shkak që nuk jam në studio, nuk po dëgjohet që po fol, veç po dëgjoj që po fol diçka, po bëm zhurëm. Po më dhe unë nuk po më me di që po thu, që më të përgjigj. Po, që të bëhet si Po më thamë cilat obligime i ka moj, që po thu i merë si obligime, po të thamë që ka rajt për gjitha obligimet që i ka posë për para, që kjo? Qeveri, po të veti. Nuk po të një, ku gjës po të një. Po atër është këtë miku. Kontrolor të vesh. Lutem, sepse çdo debat po kthehet kështu nuk e di çka po ndodh në Kosovë me këtë. Unë veç po të një që po bazhurëm diçka, nuk... Po, teknikisht nuk na dëgjon. Zoti Spahiu, po dëgjojmë të lutem. Ta mbarosh analizën sa i përket pyetjes që pata më herët. Po. Thjesht pavarësisht do më thëna, a janë sa mund të implementohen apo jo, këto janë obligime që bartën për të ardhmen. Por, që është thjesht, unë e thash që është një jemi në fushat zgjedhore dhe për balotash edhe për do më thënë edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe prandaj është e kuptueshme kjo çfarë po ndodh. Por unë dëgjova paraprakisht se kur unë nuk po flas, unë natyrisht më ju dëgjoj në studio. Po s'më njëkohësisht më dëgjoj edhe juve edhe po më ndej edhe veten këtu. Tha që zgjedhja Rashiqit është zgjedhur në mënyrë të kundërkushtetuese. Zgjedhja Rashiqit është plotësisht në mënyrë kushtetuese, sepse këtë e ka thënë edhe gjykata kushtetuese, edhe këtë e ka sqaruar tepër mirë dhe vetëm ata që s'din me lexue nuk mujnë me kuptu këtë. Se ma qartë e ma mirë se që e ka thënë aty referuesi i gjykatës kushtetuese që në këtë rast është Enver Peci, që gjykatësi ma me përvoj aty dhe ma se të gjithë gjykatës të tjerë në gjykatën kushtetuese nuk ka se ku të shkoj. Ndoshta i vetmi vendimi i gjykatës kushtetuese që është rruës dhe sqarues për të gjitha elementet dhe konform kushtetuesës. Po. Pse mendoni se nuk është kushtetues zgjedhja e zotit Rashiqit? Me që jeni avokat dhe sigurisht... Po mas pare këta që kanë thotë që mire ka ke partia në pushtet që i bën këtu veprimet për blokimin e kuvendit, i ka hup rastë. Po triak gjykimi kemi kundër kësaj shumice parlamentare, 42% që e mbron Nejmedin Spahiu, ku triak gjykimi e ndonë që këta kanë bërë shkeli kushtetuese dhe e kanë kthy mrapa procedurën. Prandaj, lista serbe ka fituar rastin për kundër që ky Albin Kurti me vetëvendosjen e kanë bërë verifikimin e mandateve të listës serbe me 19 prill të vitit 2025 e kanë votu verifikimin e mandateve të Simiqit edhe gjithë pjesëtarëve apo anëtarëve deputet të listës serbe. Pra, janë edhe hipokrit, janë edhe mashtrues sepse e kanë legjitimu listën serbe brenda kuvendit Kosovës dhe është normale sepse është paka atisore, është kushtetuta që thotë që pakica serbe duhet të jetë pjesë e proceseve politike në Kosovë dhe përcaktohet me rregullorën që prapë kanë nxjerrë lëvizja vetëvendosje të kuvendit me 2 të tretat, në 2/22, në 1/12, paragrafin 4, 5 dhe 6, se si bëhet zgjedhja nënkryetare nga pakica serbe. Pra ndaj lista serbe ka fituar rastin. Dhe në rastin e Rashiqit thuhet që propozimin për nënkryetar duhet ta bëjë spaku 2 tretat e deputetëve të pakicës serbe, e në këtë rast Rashiqin e ka propozuar Dimal Bosha. Prandaj zgjedhja e Rashiqit herdo kur do të konsiderohet jo kushtetuese dhe dekretimi i mandatarit Albin Kurti ka presidenti do të konsiderohet jo kushtetuese. Gjitha pasojat pas kësaj seance, pas këtij proces verbali të kësaj seance konstituive të pa përfunduara janë kundër kushtetuese dhe sidomos tash propozimi i ligjit për buxhetin që është një arbitraritet i thellë, një kundër kushtetueshmëri e madhe, por që besoj që opozita duhet të ushtrojë edhe kallëzime penale edhe kërkesa në gjykatën supreme për ta mbrojtur rendin juridik kushtetues dhe jo që Albin Kurti ta shndrojë buxhetin e Republikës Kosovës në xhep të tij, t'ju shkep kujdo miliona qoftë studentave, qoftë kujdo qoftë, ndërkohë që i ka lënë pa paga gazetarët apo punëtorët e RTK-s, por dhe gjithsesi në këtë blokad do të jesin pa paga dhe shërbim civil. Prapë do ta votojnë një person i cili u
shkatëron jetën. Po, votasht e lirë dhe qytetarët prapë në fund vendosin se këtë dëshirojnë ta votojnë. Zoti Spahiu, keni një koment sa i përket sqarimit që e bëri zoti? Nuk e paska lexuar vendimin të plot, vendimin e gjykatës për tu. Po te edhe me lexu se merr vesh, apo ai je matematicien do thënë? Ça merr vesh juridik? Po nuk jam ignorant si tevre. Nuk merr vesh vallaj. Po të s'më kallzo mua, kum lexu. Albin Kurti, Po ne po ti referohem me gjykimin e gjykatës kushtetuese ti po kallzo prolla. Po të bëjnë drejtorët të kësaj, jo. Se menon që të bëjnë drejtorët të kësaj, por nuk të bëjnë. Ja pse ata ka deri tim mos merr me çështjen psikologjike. Pas ti mos u kallzo mua, a lexoj as lexoj. Ku e di ti akum lexuar, kum lexoj. Ku e di ti? Po ti edhe me lexues merr. Po tregon vetë faktin. Zotri Spahiu, ju lutem. As matematik. Në fund të fundit, gjithkush që ka interpretimet e veta duhet të respektojë mendimin e njërit ose tjetrit. Ka edhe diçka të rëndësishme që po ndodh në këto momente, është takimi i presidentës Vjosa Osmani me liderët e tjerë politik. Do të shohim se kush ka shkuar në takim, kush e ka pranuar ftesën. Atje kemi gazetarin ton Genc Godanci, cilin po ja kalojmë linjën për t'i mësuar informacionet e fundit. Genc, nëse po na dëgjon, po e kalojmë linjën tek kjo. Po përshëndetje Ajda, për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë, atëherë ka 10 minuta që ka nisur takimi konsultativ i presidentës Vjosa Osmani me krerët e partive politike këtu në Kosovë, pas dështimit formimit të qeverisë të dielën që lam pas. Atëherë në takim po marrin pjesë të gjithë liderët kryesorë pra të subjekteve politike, po merr pjesë lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, po merr pjesë gjithashtu lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi dhe po ashtu edhe liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëriu Lomir Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj, por përveç tyre kësaj radhe janë edhe Fatmir Limaj, sekretari i Nismës Social-Demokrate, po ashtu Faton Peci, sekretari i subjektit politik Guxosi dhe të gjithë kryetarët e subjekteve politike që janë pjesë e Parlamentit të Kosovës, po edhe ato të pakicave jo serbe, siç janë për shembull Duda Balje, po ashtu edhe Nena Drashi, që po edhe ministrin Fikrim Domka që ishte prezent. Pra të gjithë janë pjesë e takimit që ka thirrur presidenti Vjosa Osmani. Nga ato që dim, Ajda, nga deklarimet publike të paktën të liderëve politik, sot ajo që do të ndodhë këtu në presidencën e Kosovës do të jetë marrëveshja për datën për shkuarjen në zgjedhjet të reja të jashtëzakonshme, pra që pritet të mbahen në dhjetor të këtij viti. Siç kemi dëgjuar nga të gjitha subjektet politike, nga PDK, LDK dhe Lëvizja Vetëvendosje, si dhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, rrugëzidhja vetëm në këtë pikë ku është futur Kosova pranë këtë bllokatë institucionale janë zgjedhjet e reja nacionale dhe ato me gjas do mirën vesh për një datë sot pra në këtë takim konsultativ që ka thirrur presidenti Vjosa Osmani. Ndonë se kryeministri në detyrë Albin Kurti sot në mbledhjen e qeverisë tha se po shkoi me konstruktivitet dhe me optimizëm. Sipas deklarimeve publike të tij, pra pas dështimit të formimit të qeverisë, pa në konferencën për media që mbajti të hënën, edhe ai paralajmëroi zgjedhjet e reja në dhjetor dhe tha se nuk do ta marrë mandatin për herë të dytë, se nuk do të tentojnë ta formojnë qeverinë, pa të marrin mandatin, kanë thënë edhe partitë tjera që ishin në opozitë deri dje, pra edhe PDK, LDK, thoshin se nuk i kanë numrat, ndonë se kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëriu Ramush Haradinaj, tha se po që ka vullnet opozita në një debat televiziv mbrëm mund të formojnë qeverinë pa me votat e pakicave jo serbe, të cilët ndonë se kanë thënë që votojnë ekskluzivisht për Albin Kurtin. Ramush Haradinaj tha se mund t'i binte që të votojnë edhe për një qeveri të ish opozitës, mirë po në deklarim tjetër që pati zotëri Haradinaj sot në mëngjes tha se do të shkojmë aty për të dakorduar lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve të reja nacionale që pritet të mbahen në muajin dhjetor. Momentalisht, pra takimi po vazhdon këtu në sallën ku mbahet kryesia e kuvendit, siç besoj e keni parë në pamje deri më tani, dhe pas takimit që po mbahet momentalisht, atëherë të gjithë liderët e subjektet politik e kanë të rezervuar këtu një vend në foltore që mund të shihet edhe prapa meje, këtu në burrin e qeverisë, e ku interesimi i mediave është jashtëzakonisht i madh, pra mëse arritëm që të shkrepim disa foto brenda takimit dhe të shohim Ajda se çka do mirën vesh liderët e subjekteve politike sot, pra do të ketë një kompromis, ashtu si tha presidenti Vjosa Osmani në një deklaratë para disa ditëve, e cila tha se do të kërkojmë kompromis nga
nga liderët të subjekteve politike në vend, apo do kemi zgjedhje të reja nacionale në dhjetor, ashtu siç kanë deklaruar të gjitha subjektet politike në Kuvendin e Kosovës. Falenderoj shumë për gjithë të informacionet që na sollen, natyrisht që pas takimit presim nëse jemi live dhe të dëgjojmë edhe deklarimet e partive dhe liderëve politik. Faleminderit shumë Gens. Pra, zotri Spahiu, me këto informacione që kemi deri tash, përpos liderëve politik, pra partive të mëdha, në takim pas kanë pranuar të shkojnë edhe partit më të vogla, themi kështu nga lista Guxo edhe nga Nisma. Çfarë prisni? Prisni që do të ketë një kompromis nga partitë opozitare edhe të formohet mandatar i ri, apo prisni që të shkojmë në zgjedhje të parakoshme? Besoj që do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme në këtë rast, jo të parakoshme, se veç sa ka filluar, po mendoj ky mandat i parlamentit, por unë nuk shoh që kjo do të jap zgjidhje. Prapë se prapë, edhe mbas këtyre zgjedhjeve, ne do të shkojmë në zgjedhje, sepse do të kemi pak a shumë të njëjtën situatë, të njëjtin konfiguracion politik, dhe nëse nuk mund të japim zgjidhje kësaj pune tani, cila është garancia që pas përsëritjes së këtyre rezultateve, pak a shumë në vija trasha, do të mund të kemi prapë një zgjidhje. Nëse mund ta bëjmë atëherë pse mos ta bëjmë tani? Kështu që kjo është një ajo që do të ishte në interes kombëtar të vendit është që thjesht partitë politike të merren vesh për me dhënë mandat të kufizuar një qeverie teknike për dy ndryshime dy gjëra të cilat janë të ngutshme. Një, të miratohet buxheti për vitin e ardhshëm, sepse tek e fundit këtë buxhet në këtë konstelacion pa pasur konsenzusin e shumicës partive politike nuk mundën, vetëm vetëvendosja nuk mund ta miratojë buxhetin sepse si ka votat, prandaj do duhej domosdoshmë një qeveri teknike që do ta propozonte të buxhet dhe të miratohej, dhe e dyta që të bën ndryshimi i kushtetues konform atij vendimit të vitit 2011 kur ka ndodhur kjo që ka qenë propozimi i gatshëm që presidenti të zgjidhet drejt nga populli, tek e fundit të gjitha vendet në Ballkan, përjashtimisht Kosovës dhe Shqipërisë, zgjedhin presidentin në mënyrë direkte, që nga Turqia deri te Slovenia, e Rumania, Bullgaria, Greqia, të gjitha. Dhe ne nuk jemi më të mëshmit në Ballkan që ta bëjmë ndryshe nga të tjerat. Prandaj kjo nuk do të prodhonte krizë, sepse zgjedhja e presidentit me vota të direkte gjithmonë do të prodhojë një president. Në pas dy rondave do të kishim një president dhe nuk do të kishim kriza të tilla çfarë kemi tani. Tek e fundit mirë është domethënë që kur mos tihet më shumë, më gjatë sepse shkojmë diskutime të pafundme nëse do ndryshojmë kushtetutën edhe për çështje të tjera, por mjafton kësaj radhe me ndryshu vetëm mënyrën e zgjedhjes së presidentit dhe kur ta bëjmë që gjithmonë presidenti të zgjidhet me zgjedhje lokale, sepse ato janë me dy runde edhe mandatet jetë 4 vjeçar, sa herë bën zgjedhje lokale, aq domethënë të kemi zgjedhjen e presidentit, që të shkojë domethënë njëkohësisht mos ketë argjime ekstra. Dhe kësaj ne evitojmë pastaj krizat të cilat vazhdimisht po na sjell zgjedhja e presidentit. Ne e dimë që edhe kur është zgjedhur vetëm herën e fundit për shkak të një shumice absolute që ka fituar vetëvendosja atëherë, arriti mos zgjedh presidentin në trysninë e zgjedhjeve të reja, ku LDK friksoi më shkurt zgjedhje që më spekaluas progun, e votoi presidentin, për ndryshe nuk do ta kishim në Vjosa nuk do të ishte presidente. Por e dim kur u zgjedh Atifetja, atëherë është dashur ndërhyrja
e Amerikës për më zgjedhë presidenti. Dhe neve nuk mund të presim që vazhdimisht më ardhë Amerika me ndërhy për më zgjedhë presidenti, por duhet të rregullojmë të çështje vetë. Po, qartë. Zotri Smakiqe, çfarë mendimi keni? Çka mund dalë nga ky takim sot? Po, atë që e tha dhe Nezhi me të drejtë, ose një qeveri teknike duhet propozohet për disa muaj, ose një qeveri e gjitha partive politike së bashku, me një kryeministër nga shoqëria civile, ose do një personalitetit Kosovës, i cili do ta bënte një kabinet të përkohshëm për 3-4 muaj 5 për ta kaluar buxhetin gjithsesi. Mendon se do të dakordoheshim për një gjë të tillë? Po, meqenëse se tash edhe në kuptim të kushtetutës, mandatar nuk mund të jetë edhe një herë Albin Kurti, sepse ka dështuar në herën e parë dhe në 95 kushtetutës e përcakton dhe gjykimi i gjykatës kushtetutës 2014 se përcakton se partia fituese mund ta propozojë edhe një emër, por jo të njëjtin. Pra, është fjala për një tjetër. Është pyetur dhe ka thënë që vendimin e tyre do ta shpalosin në këtë takim, pikërisht. Po mund të ketë ndonjë surprizë? Po mund të ketë ndonjë surprizë për ta propozuar Besnik Bishlimin apo Glauko Njufcën apo dikën tjetër, por mendoj që nuk do të gjejnë konsensus sepse tashmë polarizimi politik ndërmjet vetëvendosjes dhe partive tjera opozitore është shumë i madh, por një qeveri teknike apo një qeveri e spektrit të gjerë ku partitë politike do të merrnin pjesë me nga një përfaqësues ministër dhe një kryeministër, një personalitet jashtë partive politike, s'po mbjen mend ai jam, ndoshta Atifete Ajog do të mund të ishte si kompromis i krejtëve për ta bërë një qeveri 6 mujore për të tajkaluar këtë blokad, sidomos buxhetin e Republikës Kosovës dhe për shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme me një qeveri e cila nuk shpërndon miliona dhe bën hajgore me buxhetin e Kosovës sikur të ishte në, siç thot popullin e Borçët Babës për të shpërndar pemë dhe perime. Zotri Spahiu, ju mendoni që lëvizja vetëvendosje mund të ketë një emër tjetër që mund ta shpalos në këtë takim? Edhe mund të ketë, por nëse nuk e di nëse partitë tjera do të mund të binë dakord. Unë e thash se çfarë do të ishte mirë, por nuk e thash se kjo e mira edhe është e mundshme në këto inatet politike të cilat ekzistojnë në Kosovë. Kështu që kjo që është e mirë duket e pamundshme në këtë rast për shkak të thjesht mos konsensusit. Madje ne s'po bëjmë konsensus për shembull kur nuk e dim kush do të mund të ishte presidenti ose presidentja, sepse tani nuk mund ta paraqykojmë ne nëse do të kishte me zgjedhje direkte kush do të mund të ishte presidenti i vendit. Këtë do ta votonte populli. Këtë nuk e dim, se nëse do të kishim një paragjykim, me thonë që për shembull nëse do të kishte zgjedhje drejt për drejta, Albin Kurti do të mund të zgjidhë president i vendit, e kuptueshme që opozita do ta kundërshtonte këtë ndryshim kushtetues. Ose anasjell nëse do të kishim për shembull një paragjykim se në një zgjedhje drejt për drejt Ramush Haradinaj kish mu zgjedh president, e kuptueshme që vetëvendosja kish me i kuptu me kundërshtuar ndryshimet kushtetuese në këtë rast. Por meqenëse se nuk e dim kush mund të fiton, është më lehtë që mu dakordue për mu bë këto ndryshime kushtetuese. Sepse thjesht ja lëm garës edhe atë prodhohet një president edhe më nuk kemi krizat, sepse ne kështu po rrezikojmë që ta zhbojmë shtetin, edhe atëherë kur e zhbojmë shtetin nuk ka se kush më me drejtu shtetin. Kjo është njësoj sigur kur jemi në një anije e cila rrezikon mu fundos, ndërsa ata që në anije shtyhen në veti për lahën se kush do ta marrë timonin e anijes. Është më rëndësi njëherë mos mu fundos anija, e tek pastaj kush me drejtu këtë anijen. Po atje dhe një deklarat mbrëm nga zotri Haradinaj, i cili tha po të donin partitë opozitare, qeveria do të bëjë shumë shpejt. Zotri Smakiqe? Po, natyrisht që do të mund të bëjë shumë shpejt, sepse
ato partitë opozitore kanë 52 vota, plus 9 vota lista sërbe, bëjnë 61 vota, plus edhe ndonjë votë për minoriteteve tjera jo sërbe, dhe kështu që në mënyrë komote do të mund të bëhej qeveria në këtë rast opozitës. Mirë, po çfarë do të ndodhte me këtë kushtetutë çfarë kemi? Atëherën kur vjen zgjedhja e presidentit pas 2-3 muajve, vetë vendosim me 48 deputet mundet me bloku zgjedhjen e presidentit edhe me çu prap vendin zgjedhje dhe kjo qeveri nuk do të kishte domethënë më shumë mandat se 2-3 muaj. Tani nuk e di përse qeveri e shpejt, por jo afatgjat, me sa po kuptojmë, do të ndodhte. Po. Zoti Sakiqi? Një digresion përsa i përket ndryshimit kushtetutës për zgjedhjen e presidentit në mënyrë të drejtë për drejtë nga vota qytetare, mendoj që është një mundësi ndoshta e mirë dhe është praktik në shtetet e regjionit, por që në Kosovë për shkak të pakësatisësarit të kushtetutës Kosovës do të hapi një farë lloj kutije Pandorës që ndryshimi i kushtetutës nuk mund të bëhet në këtë pikë edhe pa votimin e shumicës së pakicës serbe. Spako 2/3 e shumicës e pakicave, ku ata me siguri pastaj do të kërkonin edhe nën presidentin apo zënës presidentin e Kosovës. Mendoj që kjo do të hapte një debat shumë të madh dhe nuk besoj që ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm nga shumica shqiptare, nëse hapet ky debat ndonjëherë. E dyta, sa i përket zgjedhjes së propozimit të Haradinajt, mendoj që partitë opozitare tash janë në siklet për të bërë një qeveri sipas gjykimit edhe gjykatës që mundet mandatarin të propozojnë për shkak se trika apo taktika që ka bërë Albin Kurti, që këtë opozita jeni me listën serbe, ndërkohë ne jena vetëm po e mbrojmë Kosovën, pra partitë opozitore nuk bine këtë grack që të formojnë një qeveri me listën serbe, sepse listën serbe e ka verifikuar mandatet e tyre vetë lëvizjave të vendosje me 19 prill, prandaj dhe opozita e ka kuptuar këtë hile dhe pikërisht për këtë jemi përsa i përket ndërtimit e qeverisë, Albin Kurti ka mundur ta ndërtojë para 6 muaj kur Lima i tha që unë do të jap votat e mia, por ai kërkoi nën kryetarin e kuvendit dhe ai nuk ishte i gatshëm t'i jap. Prandaj bllokimin apo situatën e rëndë që e ka shkruar e ka bërë vetë ke shumicë parlamentare duke, si më thon, me kryeniecinë e saj dhe duke shprehur një arrogancë të paskrupull ndaj gjitha partive tjera dhe gjuhës ofenduese që u bëni hajvan dhe hajvanat, ndërkohë që është gjuar në qafë lidhës demokratike duke i thënë që paramendoni një parti me e merë, si që është Albin Kurti dhe partia ti, e merë kompetencë apo mandat për të thënë që s'po mund të ndojë LDK nga PTK-ja, një parti e cila e ka filluar pluralizmin politik në vitin 1979, është partia forë në Ballkan si parti demokratike, dhe t'ja thuash këtë në vitin 2025, kur ka ardhur në pushtet duke gjujtur me gurë dhe duke sulmuar policinë, me të vërtetë është një absurditet i llojit të vet. Do të shohim çka realisht do të ndodhë në këtë takim, cilat do të jenë propozimet apo do të ketë kompromis, po i kthemi edhe një herë temës së buxhetit, pra ka reaguar Eugen Cakulli nga KDI pasi qeveria ka miratuar buxhetin për vitin 2026. Cakulli ka thënë se me votimin e buxhetit nga qeveria në detyrë dhe procedimin e tij në kuvend po merr formë një shkelje ligjore që duket si pjesë e një loje politike të menduar mirë. Sipas tij, një qeveri në detyrë nuk ka mandat politik as kompetencë ligjore për të propozuar buxhetin e një legjislature të re. Tutje ka thënë se ajo nuk ka lidhje institucionale me kuvendin aktual dhe asnjë formë përgjegjësie ndaj tij dhe ky është thelbi i problemit, ka shkruar Cakulli. Ai ka thënë që jemi përballë një realiteti aq absurd dhe sa paradoksal. Sipas tij, çështja e buxhetit, ashtu siç e ka parë zotri Cakulli, është një lojë politike e menduar mirë nga Albin Kurti. Po, në thash, është fjalla që këtë duhet bërë me njëherë një kallëzim penal. Partitë opozitare, po ndoshta edhe ex officio prokuroria speciale duhet të iniciojë hetime, sepse nuk kanë autorizime ligjore, deputetët Albin Kurti dhe Hekuran Murati propozojnë një ligj për buxhetin. Ky është ligj, nuk është buxhet thjesht. Po do të thotë këto, çështja nuk është te buxheti, por tek mënyra se si po shkelet ligji në amërti, duke shitur si një lajm të mirë për qytetarët përmes rritjes së pagave, pensioneve, ndihmave sociale, beneficioneve të tjera. Personat e pa autorizuar kanë ndo miliona sot, kanë rrit pagën minimale, kanë rrit penzione, kanë rrit shtesat fëmijëve, por nuk janë të autorizuar. Si me hyu në Nexhi që thashtë në qeveri, edhe me marrë një vendim i shkuq aty me thonë, ja rritëm rrugën
minatorëve, ndërmorje publike, mësusave, policëve pra do të ishte Pra shkelje si e unë edhe ligjit. në Gjmedini, barazim të pa autorizuar, si ku e kuroni dhe Albini. Pra ndaj, këtu du të ketë intervenim në shtatë prokurisë speciale për të mbrojtur rendin juridik kushtetues. Nuk është vetëm thjesht shkelje dhe trek politik, si që po thotë Evgen Cakulli, por është thjesht një vepër penale nga njeni 414 i 2 personave që janë deputet Kuvendit Kosovës dhe asgjë më shumë. Tutje ka thënë se edhe nëse ligji shkelet sot në emër të pagave pensioneve, nesër do të mund të shkelet në emër të çdo gjëje tjetër. Po kjo është anarki parandaj. Prandaj duhet Zotri ruajtur Spahio? rendin. Patjetër, domethënë çdo shkelje e ligjit është e rëndësishme. Domethënë nuk është prandaj ligji duhet të qenë i shenjtë. Nëse një ligj mundet të qenë i keq, mundet të qenë i dëmshëm për vendin, por ai prandaj ekzistojnë institucionet që me ndrua, të kur e shohin që ai ligj po bën dëm, që është i keq, që është në këtë rast, për shembull, që mendoj kjo dispozita kushtetuese për zgjedhjen e presidentit që mendimi jam është i keq, edhe besoj tash tek Kosova i ka qenë i keq, mendimi jam ka qenë kundër që prej fillimit, në fakt që kur kam biseduar me Atisaren para se me bë propozimin e tij për punën e zgjedhjes së presidentit, edhe por tash këtë Kosova po bindet që është keq, edhe duhet më ndru. Por derisa është ashtu, ai duhet më respektu. Domethënë çdo ligj, derisa është i tillë, duhet më respektu. Edhe na kemi filluar me disrespekt të ligjit që nga ligji për simbolet, që është ligji më i rëndësishëm, sepse çka simboli simbolizon gjithçka. Ti nëse ligjin për simbolet e disrespekton, nuk e respekton, atëherë është e pritshme që nuk respekton asnjë ligj tjetër. Edhe ky disrespekt nuk ka filluar me qeverinë aktuale, e cila po më do të përfaq këtë disrespekt ndaj ligjit, po ka filluar që, domethënë nga koha kur u sjell ligji për simbolet. Kur i kem për shembull kur dihet që ligji për simbolet, i cili thot në mënyrë taksative në institucionet publike duhet të jetë vetëm flamuri i Kosovës dhe flamuri i institucionit përkatës. Nëse është universitet, domethënë flamuri i Kosovës dhe universitetit, nëse është komunë, flamuri i Kosovës dhe i komunës, nëse është prokurori, nëse është gjykate e tjerë. Na, për shembull, ti Shkoç, tash në përket të universitetet publike, ki edhe flamurin e Shqipërisë, edhe të Amerikës, edhe të Evropës, edhe të NATO-s, që kanë kur farë kuptimi. Është natyrisht e drejt me përdor të çfarë do flamurin në Kosovë, por në prezencë të flamurit të Kosovës, po jo në institucion publik, sepse ligji taksativisht e thot ato që nuk guxon përveç gjatë takimeve bilaterale ose multilaterale, që do më thonë një rektor universiteti mundet vetëm kur e pret rektorin e një vendi tjetër me e qitë edhe flamurin e qëti vendi. Po ju të nbohen me qitë flamurin... Kemi edhe disa reagime tjera. Kemi një reagim nga liderët politik, vjen nga kryetari i OAK-s Ramush Haradinaj, i cili ka komentuar vendimet që mori qeveria në detyrë për rritjen e pensioneve dhe pagës minimale, duke thënë se kjo ndodhi shumë vonë, por edhe vlerat e tyre i konsideroi të pakta. Ai ka thënë shumë vonë, shumë pak. Mare, kjo rritje është dashur të ndodhë para shumë vitesh, ka shkruar ai para se të shkonte në takimin e ftuar pra me presidentën dhe liderët e partive politike. A i tha se, pra në fakt u zotua se nëse vjen në krye të qeverisë, do të rrisë pensionin bazik në 200 euro, ndërsa pagën minimale do të bëjë 600 euro. Kjo është gati. Vendim elektoral edhe Haradinaj ka të drejtë ta kundërshtoj, sepse në vazhdimsi Haradinaj e ka propozuar këtë edhe në zgjedhjet e para 9 shkurtit, e ka propozuar më të lartën pagën minimale, bile Albin Kurti kur i ka fituar zgjedhjet i thekë hajvan se e ke propozu pagën minimale shumë të madhe. Që shtu diçka ka konteksti ati ofendimit ndaj opozitës. Prandaj ka të drejtë plotësisht çdo parti opozitare ta kundërshtojnë, po them jo me vetëm me deklarata dhe
reagime publike, por këtu duhet ushtruar kallëzim penal për të ruajtur rendin juridik të Kushtetutës të Kosovës, sepse dy persona të pa autorizuar nuk kanë të drejtë as të nxjerrin ligj për buxhetin, as të propozojnë ligj për buxhetin dhe sidomos nuk kanë të drejtë të rrisin paga, pensione dhe shtesa të fëmijëve pa qenë ministra dhe kryeministër, sepse nuk janë. Zoti Spajo, një koment sa i përket këtij statusi të Zotit Haradinaj? Është drejtë e tij, edhe ajo është ndor politike, edhe ai, domethënë nëse këta kanë drejtë me bo lojë politike, edhe unë muj me bo, edhe unë muj me premtu. Por, se përket se pagës minimale, po kujtojmë që veç, hajde, është shumë e thjeshtë, domethënë me bo se njerëzit kanë qef me morë sa më shumë pare, por do të ketë parasysh që kjo mund të shkaktoj shkurtimet vendeve të punës, që mund të aleti kanë pa punë, sepse një kompani e cila për shembull i ka të punësuar disa punëtor, në momentin që ti e detyron ato që më dhon rruga më të mëdha punëtorëve, ai detyrohet me shkurtu vendet e punës. Nuk i pikun parat veçjellë. Po, mendon se do të ketë kësi rreziqe? Nëse ndodhen këto premtime, mendon se mund të ketë situata të tilla? Kjo puna e pagës minimale duhet analizohet mirë, domethënë ata që i bëjnë analizat ekonomike duhet thjesht ta mendojnë se cili është me bën bazë një farë fizibiliteti, sa janë fitimet e kompanive, se ti për shembull tek EIK, të gjitha ato, sa janë fitimet e kompanive, sa janë rrogat e punëtorëve, edhe nëse domethënë me gjetat, që më thonë, mesatarën funksionale, nëse shohin që shumica e kompanive po nxjerrin fitim të madh në ndërkohë që rrogat janë të vogla, atëherë duhet më rrit paga minimale në mënyrë që mi detyrue që po mundoj mu realizue e drejta në shoqëri. Por nëse shohin që për shembull shumica e kompanive nuk kanë ndonjë fitim, në ndërkohë edhe tash ti detyron ato shumica e kompanive në Kosovë, po flas, edhe ti detyron me rrit pagën minimale, ti faktikisht ai nuk domen ja u bën vetë punëtorëve, se i lën pa punë, pe rrogës 350 euro e lën zero. Edhe zotri Smaki që pajtohet me këtë që po e thoni ju, ndërkohë kemi edhe një reagim tjetër nga zotri Mimli Krasniqi, i cili thot se thesi mashtrimeve të një babadimri që kurs erdhi për qytetarët e Kosovës, sa do që premtoj çdo vit për 5 vjet, s'mundet me rikthy besimin e humbur të qytetarëve e as nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhje parlamentare. Krejt ato që u thanë sot në mbledhjen e fundit të kësaj qeverie e që s'u bën 5 vjet me radhë, do të bëhen më mirë, më shumë e më shpejt, por me qeverinë e ardhshme pa Albin Kurtin e pa vetëvendosjen. Mashtrimi elektoral nuk ka lënë uji i turbull spihet 2 herë, ka thënë zotri Krasniqi. Po, është një reagim tamam politik dhe në vazhdën e asaj që po të kishte etikë politike Albin Kurti, kur e din që nuk ka kompetenca për boksi vendime, fora nuk do t'i merrte, do t'ishte korrekt me vetë vetën mos pori, dhe ndoshta do të harronte sa do pak një besim të qytetar duke mos bërë kësi taktikat fundit, pra në orët e fundit para shpallëve të zgjedhjeve parlamentare, sepse siç po shihet do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme më njëherë, pra ndaj është edhe balotazhe, pra konsiderohet veprim elektoral dhe as si qeverisje e mirë. Pra nuk mund t'i atribuohet si qeverisje apo si vendime të cilat janë mbështetur atë që e tha Nexhi, paga minimale mund të shkaktoj shkurtimet e vendeve të punës, mund të shkaktoj falimentim të disa kompanive, dhe asesi nuk mund të kontribuoj në rritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe as punëtorëve. Po nëse qeveria Kurti e ka propozuar këtë, dhe në anën tjetër zotri Haradinaj nga AK-ja po propozon pagë minimale ende më të madhe, atëherë i bie që dhe atëherë do të bëjë kaos, apo jo? Jo. Çka ndryshon këtë rast? Kjo ndryshon për arsye se e tham atë tha Nexhi me shumë kompetencë që për ta bërë një pagë minimale duhet pasur konsultim në disa mujor me sektorin e biznesit, pra me udat ekonomike, për me po biznesit. Pra duhet ta kemi një statistik sa kompani në Kosovë kanë personat e cilët e kanë pagën minimale 350 euro, dhe sa kompani në Kosovë kanë mundësi me bo 500 euro duke mos e
humbur asnjë vend të punës, po duhet të ketë një analizë. Po nëse një shumë është vendosur, zotri Smakiqi, i bie që nuk ka në një qeveri normale, kur e vendos pagën minimale, i identifikon bizneset e cilat kanë mundësi me njëherë të aplikojnë dhe duhet i subvencionoj për disa muaj apo një vit kompanitë e cilat nuk mund të abulojnë pagën minimale të azën për 10 punëtor, për 20 punëtor, për 100 punëtor. Prandaj, kjo është mënyrë arbitrare, kjo është mënyrë primitive, kjo është mënyrë kundërligjore, pra bizneset mund të ju thujnë njerëzve, nuk mund të bëj 500 euro pagën, shkani të shtëpia. Prandaj përgjithësinë duhet ta merrte vetë Hekuran Murati dhe Albin Kurti, të cilët pas një konsultim, duke mos ruajtur fare interesin e biznesit, e rrisin pagën minimale në një saba kështu të hershëm pa pyet askënd. Po, zotri Sfahio? Po, thjesht, prandaj ekziston atë këja analiza që duhet bënë, prandaj ekzistojnë ekspertët që duhet të bëjnë matjet paraprakisht. Edhe unë tash nuk mund të them asgjë pas që unë nuk i kam dorë të dhënat, nuk i kam dorë statistikat që i ka ATK-ja, për shembull. Po t'i kisha pas dhënat, unë do t'a kisha ndërtuar matricën analizës edhe mund t'a kisha dhënë një rezultat se cila mund të ishte paga minimale në Kosovë. Por kështu nuk po e besoj. Ata nëse këta e kanë bërë këtë analizë, duhet dalin edhe ta thonë. Mundet me dalë kushdo që e banë, ministri apo ministrin detyrë, se tjetëri edhe me dalë në televizor dhe me thonë që i kemi qëto, që ka që kompani, që ka që fitimi, që ka që kjo me thjesht edhe me në spjegu që ka mundësi më rritë edhe po e rrisim, e jo vishajt për e bojmë një veprem i cili letë qëtë ku të qëtë. Sepse ashtu nuk guxojnë më rrezikue interesat interesat e qytetarëve. Shiko, për shembull, qeveria ka marrë vendime që shkojnë në shkelje të drejtave të njeriu. Unë pata rastin që nona ime gjatë muajve të verës ka qenë në për spitale, në për edhe nuk plus i kanë ardhur fëmijë tjerë dhe i kanë dhënë para, edhe nuk ka shku mi nxjerr parat në aty pensionit. Kur ka shkuar para disa dite, ka pa që ju kanë dalë pensioni prej muajit qershor këndej, domethënë për 5 muaj ju ndal pensioni. Për shkak se nuk ka shku me u lajmëru, me atë sa po kuptoj. Po, që nuk ka shku me u lajmëru. Mirë, po ajo ka harru me u lajmëru, se është plak. Dhe tash ti nuk mundesh, kërkush nuk i ka dhënë një vendim, për shembull, nuk i ka çuar një mesazh, me thonë zojnë, ti nuk e lajmëru për këtë arsye të ndalet pensioni, ti dush me shkue të drejtë ankesi ke këtu, po thjesht e ka ndalë pensionin. Edhe tash, kur thët mund të aplikosh, kur aplikon thët jo, mujt që kanë kaluar ti s'mundesh me marrë pensionin. Po, sepse kjo ka qenë pyetja që kemi bërë edhe një ditë një studio. A ka subvencionime? A kthehen ato të humburat? A ka subvencionim nëse? Jo, pikrisht tu qëndron atë për një gabim të saj, domethënë që është e thjesht, domethënë që mund të gaboj një plak, një grua plak që mund të harroj. Po, një i moshuar. Po një moshuar, të tja e humbë të drejtën elementare në pension. E këtë, kur shkova më u interesu unë vetë me këto, e pash që jo, po kishte plot rastet të tilla. Nuk ishte vetmja, domethënë sepse domethënë kjo është problemi i gjithë njerëzve të moshuar. Kishte plot njerëz që kishin humbë të drejtën, kishin reaplikuar mas disa muajve, po ato që parat të cilat domethënë ju kanë munguar për atë muaj nuk i kanë marrë. Kjo është një çështje e cila prandaj në Kosovë ekziston avokati i popullit, po edhe vetë qeveria nuk duhet më shumë me marrë vendime të tilla thjesht arbitrare që me u shkurtu vetëm pse një kategorie e cila është e pafuqishme për me dalë, me protestu, për me bo këto janë veprime krejtësisht me një qeveri ekstreme të djathtë nuk lejohet. Jo më një qeveri që pretendon që është qeveria maj që ja din hallin
pukareve, njerëzve që kanë gjendje të vështira ekonomike. Është e vërtetë sepse kemi pas... Ma normale, kish me qenë, nëse duhet më lajmëru 6 muaj, kur të kalon 6 muaj, me thonë, zoj, keni kaluar afatin, keni afat edhe që ka që dit, mu paraqit, sepse si jeni paraqit, me rikujtu, edhe nëse prapë se banë, do më thonë, me marë, me shku një vendim, me adhonë një mja që të shpia vendimin, që ta këtu ka nërë pensione, për këtë arsye e këtu. Dhe jo me marë veprimet të tjila ndërshkuse. Dhe ja ka to studentë. Po jo veç në onestime, nuk është puna e të onestime. Kjo është qeveri arbitrar, kjo është qeveri asemajt, kjo është anarkiste, kjo nuk do regula. Pajtuem plotësisht me ty. Duhet ta njoftoj polen, a jesë muta qka që si orë në morë. Ti bëj njeri kujtim të pakton, duke pas parasysh që është një kategori më ndishme dhe... Po të lutem, pra ndaj është qeveri tërësisht arbitrare dhe jo vetëm pensionin e nanës të negjit, por të gjitha tokset i ka keq përdur, duke shpërndor miliona për studentat për të blerë votën në balotaj. Jo, atë se kemi të konfirmuar, a? Po që e ka mërë porë taj, me që s'ka prit më s'bëshku në negjit që me i doa nej. Edhe ka shumë raste si i rojmë shëndet në nëstuaj. Nuk funksionan ashtu zbesoj, zotri Smakiqi. Me gjitha të është të vërtit, kemi pas ankesa këtu në studio për faktin që ndoshta kur nuk janë mirë me shëndet, nuk kanë arrit më shumë i marë pensionet edhe të njëjtit nuk subvencionohen, pra që duhet të ketë kujdes edhe të ndryshoj. Të rimbursohen, nëse të ketë më shumë kujdes të rikujtojnë. Po së është punë subvencionimi, është punë parat e soj, s'ka mujtë me morë, do të rimbursohet. T'ju kthejet retroaktive. Ose të mbesin në gjiroj logari, kur të kanë mundësi të i marin ose diçka e tjilë. Kemi informacionet të tjera sa i përket fushatës, balotajit, zgjedhjeve, kandidati LDK-s për kryetar të Gjilanit, Arbër Ismaili, ka bërë të ditur se sot kanë arritur marrëveshje politike për bashkëpunim me kryetarin e degës PDK-s në Gjilan, Riyad Rashitin. Ismaili përmes një postimi në Facebook theksoi se ky është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një qeverisje që bashkan. Po, është të natyrshme që në nivel lokal të bëhen koalicione të tilla. Interesat tani në nivel lokal mund të jenë këtë ndryshme nga të partive politike nga ato në nivel kombëtar. Dhe thjesht për shembull, derisa në Gjilan ka interes që të ketë një koalicion mes LDK-s dhe PDK-s, në PEI ka interes me pas një interes në një koalicion mes Vetëvendosjes dhe AK-s, dikun mund të ketë në vështri mes LDK-s dhe Vetëvendosjes, e kështu me radhë. Do të thonë gjithkund është ka një edhe to janë të natyrshme, mendoj, nuk duhet me shiku diçka si ku me ditë qka pse po ndodh. Ne vetëm si lajm të fundit, edhe kërkuam nga një koment se si ishini zhvillimet e fundit. Edhe bilim është shumë kjo se në Gjilan për shembull për 5 vota e nuk arrit me kalu kandidatëve Vetëvendosjes pa balotazh, nuk është e sigurt që e fiton në raundin e dytë. Duhet të ketë shumë kujdes, mendoj se ato kutit e votimit fillojnë më mush për i sparit, dhe më thonë fillojnë për zerës. Dhe kështu që mendoj që këto koalicione që bëhen janë me interes për vendin, dhe më thonë që vendit të drejtohet. Duhet të ketë bashkëpunim mes partive politike përmes dallimeve që kanë në dhe duhet të shmangu një natët politike, duhet të shikojnë interesin. Interesin shqiptarëve, interesin e vetë. Shmangin të gjitha i natët politike, kurse në nivel qëndror nuk ndodhë kjo. Kjo është edhe idea... Prandaj lëvizja Vetëvendosje qysh po e kupton, që nuk është e fort në nivel lokal, pa bë koalicione me parti tjera, duhet ta kuptoj, të merr vesh, se nuk mund ta udhëheq Kosovën pa koalicionin e qendër. Prandaj, kjo kthjellimi në nivel lokal, do të ndodhë lëvizjet Vetëvendosje edhe në nivel qendror. Prandaj, ky mos kthjellim, apo ky standardi dyfish, që në zgjedhje lokale nuk jena shumë të fortë, po bojna kompromise dhe koalicione edhe me këto parti që pëjqun opozitare, shkatruse, tjera, duhet të kthjellet dhe në nivel qendror, pra do ta kishim një qeveri, gati që 8 muaj, po të funksionon të standardin njëtë si koalicionet që përbojnë në nivel lokal. Prandaj, është shumë normale që të kemi koalicione
nivelin lokal, por pse mos të kemi në nivelin qendror. Pra, këtu është problemi shumë më i madh të cilin po e përjetojmë ne si për shkak të temave të mëdha që i kemi, sepse fundit edhe sikur mos të ketë fare koalicione në nivel lokal, qytetarët e çdo komune do ta zgjedhin një kryetar, do t'ia përsëritin mandatin apo do ta zgjedhin një atri edhe sikur fare mos të ketë të mirë tha Neçi, balotazhi është si penalltit 0-0 edhe një herë nisën mushën kutitë e votimit dhe diferenca ndërmjet kandidatëve në balotazh nuk do të thotë asgjë. Mund të fitojë edhe kjo që ka qenë 10-15% apo 20% më poshtë. Po. Edhe një lajm të fundit që patëm në plan pra ta diskutojmë, e patëm edhe tek titujt kryesor, bëhet fjalë për mungesën e Xhelal Sfeqlës sërish në seancën gjyqësore për gazin lësjellës në kuvend. Pra gjykata ka lëshuar urdhëres për sjelljen e tij me detyrim. Pra pavarësisht që doli kjo që urdhëresa që do ta sjellin me detyrim, sot i njëjti prap nuk u pa prezent në gjykatë. Po, këta, dhe më në qasja është kundër institucionet të Kosovës, ka është një vepër penale e vjetër për gaz lësjellës, është pak pa etik, ta udhëheq që është Ministrinë e Rendit, ku është pjesë dhe drejtësia, dhe të mos e njohësh urdhrin apo ftesën e gjykatës, prandaj unë besoj që kjo është një taktik për ta detyruar policin që ta arrestoj, apo ta marrë me detyrim dhe të shihen si viktima edhe kjo edhe shefi ti, se kënë se gjykatat po në ndjekin e ne po mundohem të apshtojmë Kosovën, por është një sjellje tërësisht... Përse nuk pati ndonjë arsyetim, në fakt, të fakta në media nuk raportua mungesa... Tërësisht një sjellje anarkike, do të ishte kulturë shumë e lartë që të paraqitej vetë si minister, dhe është një vepër e vjetër penale sa ka qenë opozit, prandaj e shoh si taktik politike për të viktimizuar para qytetarëve të Kosovës se këse që edhe ministrin po dojnë me arrestu. Sigurisht që kryeministri i ka kërcënuar prokurorët se ju nuk guxoni të veni në zyrën time. Zoti Spajo, i lutem shumë shkurt sepse jemi në fund e kemi të kaluar edhe minutazhin e debatit. Pavarësisht asoj që unë kam përkrahur kundërshtimin që ka bërë vendosja, më thonë për kundër zajednicës e cila në këmbim të asgjës, atëherë, në atë kohë, edhe mendoj që ka qenë veprim i mirë, një kundërligjshëm për me interes. Atëherë, kur e ke boti ka atë sakrificë, kur ke qenë gjeni me bo atë sakrificë, du të me pagu dhe çmimin. Do më thonë, ti ke sakrifiku për diçka që ke mendu që është interes kombëtar, është interes i vendit, atër shko dhe në burë për atë punë. Adem Demoqi për interes vendit ka nejtë 28 vjetë burë. Po. Thjesht, edhe kjo duhet ndodhe dhe tani. Përndaj mendoj që duhet ftesës së gjykatës, pavarësisht me drejta të pa drejta, duhet të respektojmë institucionet të cilat vetë i kemi kriju. E nëse ato të veprojnë mirë, duhet me këshyrë me ndryshu edhe me i përmisu, po jo me mos respektu. Patjetër, duhet japi një shembull të mirë, që mos të ikin këtyre thirrjeve të gjykatës, besoj, sepse ashtu e kërkojnë gjithë që të jenë, të themi kështu... Shiko, unë për shembull, nuk jam dakord që himni i Kosovës me qenë ky që është, po duhet që kur au kushtim Kosovë me qenë himni kombëtar i Kosovës. Por unë respektoj këtë himn sa herë që intonohet për shkakun që ky është në fuqi. Po, dhe duhet ta respektojmë si të tillë na pëlqeu apo nuk na pëlqeu. Nëse jam pozitiv ta ndryshoj këtë, sigurisht që do ta ndryshoja. Edhe pse pak persona ka që nuk e pëlqejnë himnin e Kosovës, zotri Spahio. Megjithatë, e thatë edhe ju, të gjithë duhet ta respektojmë. Unë e thash, shiko, do më dhëna mund të mos, se nuk mund të bëhet as himni, as flamuri, as për dëshirën të gjithëve. Bëhet për vullnetin e shumicës. Edhe, po pavarësisht, do më thonë, atë të gjithë duhet me respektu. Edhe gjykatën, ndonjëherë mund të merë vendime drejta, ndonjëherë të pa drejta, por ato vendime duhet mu respektu. Unë mendoj që për shembull gjykata kushtetuese në rastin Sejdiu, në rastin Pacolli, ka vepruar në mënyrë të pa drejtë, ka qenë një gjykim i pa drejtë, por duhet me vlerësu atë që edhe Sejdiu edhe Pacolli e kanë respektu. Zotri Spajo, ju falenderoj shumë për këtë paraqitje dhe këtë bashkëbisedim. Kemi qenë bashkë për një orë për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit, kështu që ju falenderoj shumë. Çdo të mirë.
Zotris Makiqi, edhe juve ju falenderojmë shumë. Do të shohem se çfarë do të ndodhë. Natyrisht që do të ketë zhvillime pas këtij takimi. Faleminderit shumë.